për të kaluar tutje, për të kaluar në fazën finale të play-offit. Ndërkohë një lajm që po qarkullonte ishte paksa habitshme që UEFA ka marrë një vendim disi jo të mirë apo jo ideal për faktin se ka vendosur që të detyrojë Shqipërinë dhe Kosovën në këtë rast të luajnë me patjetër 2 ndeshje në mars. Pra nëse Shqipëria dhe Kosova larg qoftë të humbasin në ndeshjet e tyre gjysmëfinale janë të detyruar për ta luajtur në një ndeshje tjetër, një ndeshje e cila do të jetë miqësore por e detyruar për të zhvilluar. Pra në rastin konkret nëse Shqipëria humbet me Poloninë, atëherë duhet të ndeshet me humbsin e Ukrainës Suedin në një miqësore e cila UEFA ka vendosur detyrim që ta zhvillojë Shqipëria ashtu dhe Kosova, e cila në rast se nuk arrin dot të fitojë me Slovakinë, është detyruar që të luajë me humbsin e Turqi-Rumani. Na im duhet të pyes ty, a është një miqësore apo a janë disa vendime të cilat janë vërtet kaq të pakuptueshme dhe kaq pa sens, sepse në këtë moment nëse Shqipëria humbet apo nëse Kosova humbet, është pa logjikë të luash një ndeshje miqësore kur ekipi është i pamotivuar fare, nuk ka asnjë sens, as lloj përgatitje për çfarë po bëhet ky miqësor, për çfarë i detyrohen kombëtarët të zhvillojnë këtë miqësore. Kjo më shumë gjanë si plotësimi një kalendari të UEFA-s së sa që mund të ketë diçka më shumë. Paramendoj dy skuadra që humbin gjasat në play-off edhe ballafaqohen me vete pa pik disponimi, pa pik motivimi në një ndeshje që është vetëm show, kur gjë tjetër më shumë. Absolutisht e pa kuptim, nuk e di. Po të ishte ashtu, Kosova do të aranxonte një miqësore para kësaj faze. Kishte logjik. Po, do të kishte logjik. Po kjo absolutisht pa logjikshme dhe nuk e kuptova fare këtë ide kot. Po, është ide pa kuptueshme. Ndërkohë duhet të ndalemi pak edhe tek reagimet që vijnë nga Polonia për ndeshjen me Shqipërinë. Reagimet përgjithësi polakët kanë qenë disi të lumtur për faktin që kanë kapur Shqipërinë nga ky short, ashtu siç ne jemi të lumtur që kemi kapur Poloninë, është një lumturi e përbashkët, por do të shikojmë sepse në fund nuk do të gëzojnë dy ekipet, njëra do të ndërpresi rrugtime për botror. Megjithatë unë kam diskutuar me një gazetar polak për në përgjithësi se si ishte mjedisi dhe si është reaguar apo si është komentuar shorti me Shqipërinë, dhe ai më tha që në përgjithësi ka një reagim pozitiv të mirë, megjithëse për ta do të ishte shorti ideal i mundshëm nëse do të përballeshin me Bosnjë-Hercegovinën dhe jo me Shqipërinë, sepse në kaluarën Shqipëria pavarësisht se në histori ka fituar gjithmonë Polonia, por kemi arritur që ta lëm Robert Lewandowskin pa një europian, pavarësisht se Robert Lewandowski shpëtoi nga rruga e play-offit dhe arriti sërish në ditën europian, këtë herë jemi direkt në play-off dhe ndoshta ai ishte direkt mundsi Lewandowski duke ja mohuar edhe botrorin e fundit. Plus ai do të harrojmë shkarkuar edhe selektori i tyre në atë periudhë. Po, sa. Janë shkaktuar shumë të lashe kombëtarës polake në atë periudhë. Po më bën përshtypje se besoj edhe polakët e shohin aspektin e njëjtë çastës së ndeshjes, sikurse ne që kemi me Rumaninë që na ka mbet një ndeshje, edhe ata besoj e kanë kërkuar Shqipërinë për faktin që ju ka dikë shumë hera e fundit dhe ato ballafaqime që ka pas shumë të mira Shqipëria përballë Polonisë, edhe kjo mendoj që ka qenë një prej faktorëve që ata ndoshta janë gëzuar se kërkojnë tash në një farë me u hakmer, më thojnë za, por besoj që përballë kanë një Shqipëri goxha të papërshtatshme. Edhe mendoj që ka elemente tani, edhe pse nuk e di sa do të mund të llogaritet tani në Armando Broja, nuk e di shkallën e lëndimit. Por Shqipëria sa? Thuhet që nuk është një dëmtim serioz dhe pritet që Broja të jetë gati pas 2 javësh për të qenë prapë me ekipin. Perfekt. Kështu që mendoj që Shqipëria prapë bën të lashë Polonisë në çfarë do forme. Na, Poloninë e njohim futbollistë, e njohim futbollin, e shohim që Polonia mund të ketë 2-3 elemente me jashtëzakonisht përvojë që mund të cilësojmë si futbollistë elitar. Ka mbetur përvoja Lewandowskit edhe deri diku Zielinski që llogaritet të jetë niveli i lartë i futbollit evropian. Ndryshe pjesa tjetër mund të jetë një lloj kamuflimi që ndihmohet përvoja që japin Lewandowski dhe Zielinski. Ndërkohë nga ana tjetër është paksa befasuese edhe fakti që trajneri i Polonisë Urban pati disa deklarata paksa nëndërsuese për Shqipërinë, duke thënë që nuk e njeh si kundërshtar, nuk e njeh si ekip, nuk e njeh si kombëtar, njeh vetëm faktin që është Silvinho aty dhe duke përmendur që disa lojtarë tanë të luajnë në Serie A. Megjithatë, ai theksoi që kemi kohë të përgatitemi për Shqipërinë dhe duhet të shikojmë edhe se kush do të jetë fituesi i Suedi-Ukrainë. Pra në thelb ishte një ndeshje e mbyllur që pa luajtur për trajnerin e ri të Polonisë. Trajneri i Polonisë tani nuk njeh Shqipërinë apo nuk njeh historinë e Polonisë, sepse në të kaluarën, siç e thënë ti kolegu ti, u shkarkua pikërisht pas një humbje me Shqipërinë. Po në këtë rast duhet mendje madhësia ta thënë qofën
shumë të në rasteve. Nuk besoj që nuk besoj që ai nuk e ka përcjell Shqipërinë, nuk besoj që nuk e din historinë e Shqipërisë, nuk besoj që nuk e ka pa ndeshjen e Shqipërisë me Polonisë të bësh selektor pa i përcjell të ndeshje, nuk besoj që tipet mundësia sepse duhet analizë, duhet t'jepet projekt se si e sheh kombëtarën, por mendoj që kjo është formë presioni që kundërshtarit në vlerësohet dhe të futet në presion para ndeshjeve që zhvillohen në mars. Pra, ai në njëjtën kohë nënçmon Shqipërinë dhe në të njëjtën kohë mundohet të arrit moralin e futbollistëve dhe kombëtarëve të tij para ballafaqimit me kombëtarën e Shqipërisë në këtë sfidë shumë të rëndësishme që do të jetë edhe për ta normalisht. Por a janë në këso pozite? Unë nuk besoj. E kuptoj. Duhet ndalem pak edhe tek një intervistë shumë interesante që ka dhënë një trajner poloni përpara edhe së shortit në ditën e sotme, bëhet fjalë për Robert Podolinski, i cili i pyetur nga gazetarët në Poloni se këtë do të dëshironte nga vazo e tretë, tha tekstualisht nuk do dëshiroja kurse si Kosovën më duket me keqja e mundshme, tha për faktin se është një ekip që ne nuk kemi ndeshur në të kaluarën dhe ka zhvilluar një fushat kualifikuese, të cilat janë fantastike, tha ndojtë edhe barazimin e tyre kundër